Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Mirëmëngjesi për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot kisha përkujton Shën Nikollën i Pezhkë. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Drejtues i ndritur atë dhe urtësi, i bëjmë nderim nga dhënimi të tij të shquar. Ai dëshmitar i gëzueshëm pa mbarim mbretore ëndër yje. Ai që për njerëz mori përsipër barrën e shenjtë të meshtarit, prisit dhe mësuesit, udhëheqës e i dijshëm bëri dhuntit gati për jetë të lume. Tash ne të gjithë me shpirt ati t'i lypim, me përkushtim të shlyej fajet tona, me lutje të vejta të na prindër të lartat kulme të qiellit. Lavdi e pushteti i qoftë vetëm Zotit, për jetë nderimi e në lartësi lumnia, që me drejtësi sundon me ligje të veta, mbar rruzullimin. Amen. Antifona e parë. Sytë e mi zgjohen para rojës së natës për të përsjatur fjalët e tua, o Zot. Psalmi 119, pjesa 19 e psalmit. Premtimi për mbajtjen e ligjit të Zotit. Me gjithë zemër të thëras, o Zot, më dëgjo, dhe do t'i mbaj urdhërimet të tua. Klitha drejteje dhe më shpëto, që t'i ruaj dëshmitë e tua. Para agimit zgjohem e të thëras në ndihmë, shpresoj në fjalën tënde. Sytë e mi zgjohen para rojës së natës për të përsjatur fjalët e tua. Ma dëgjo zërin sipas mëshirës sate, o Zot, e bëj të jetoj sipas gjyqit tënd. U afruan ata që më salvojnë ti e keqës, janë larg nga ligji yt. Por ti, o Zot, je afër, besnike janë të gjitha urdhërimet e tua, që moti di për urdhërimet e tua, se i themelove për amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Sytë e mi zgjohen para rojës së natës, për të përsjatur fjalët e tua, o Zot. Antifona e dytë. Zoti është forca dhe fuqia ime, ai më shpëtoi. Kënga marrë nga libri i Daljes, kapitulli 15, him fitoreje për kalimin e detit të Kuq. Leti këndojmë Zotit sepse mrekullisht nga dhënjeu. Kale kalorës plandosi në fund të detit. Zoti është forca dhe fuqia ime. Ai, veç ai më shpëtoi. Ai është hyji im, atë lavdëroj. Është hyji i atit tim, atë e lartësoj. Zotin askush se mund. Jahve emrin e ka. Qere ushtri të faraonit. Në det i plandosi. Me frymën e felgrimit tënd ujrat u bashkuan, pend u bën valet shkumuese. Thellësit u ngurën në fundin e detit. Thoshte armiku. I sulem pas, do ta zë, do ta ndaj pren. Shpirti do të më ngopët. Do të vringolloj shpatën, dora ime do t'i vras. I fryve detit e deti i mbuloj. U zhduken si plumbi në ujrat e përfrigueshme. Kush është si ti ndër zota, o Zot? Kush është si ti i madhërueshëm në shenjtëri, I tmerrshëm dhe i lavdishëm, që bën mrekulli, ti shtrive dorën. toka i përpiu, Hiri yt e përcolli këtë popull që ti e shpërbleve. i prin me fuqinë tënde në banesën tënde të shenjtë, Do ta shtish dhe do ta mbjellësh. në malin e trashëgimit tënd, Në banesën tënde të përhershme që ti vete përgatite, o Zot. shenjtore, o Zot, me duart e tua të përftuar, Zoti do të sundoj. për gjithmonë e motë të jetës. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti është forca dhe fuqia ime, ai më shpëtoi. Antifona e tretë. Lavdërojini Zotin, o kombe të gjitha. Psalmi 117. Grishje për të lavdëruar Zotin për dashurinë e tij. Lavdërojini Zotin, o kombe të gjitha, madhërojini së bashku, o popuj të gjithë. Sepse e madhe është dashuria e tij ndaj nesh,
Besnikëria e Zotit qëndron për amshim. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdërojeni Zotin, o kombe të gjitha. Leximi i shkurtër krahasojmë letrën drejtuar Hebrejve kapitulli 13, rreshtat 7 deri në 9a. Mos i harroni eprorët tuaj, të cilët e shpallën fjalën e hyjit, vëreni mbarimin e jetës së tyre, e ndiqni fenë e tyre. Jezu Krishti është i njëjtë dje e sot dhe do të jetë për amshim. Mos lejoni të gënjeheni me mësime të ndryshme të huaja. Përgjigja e shkurtër. I vure si roje që të kujdesen për kishën tënde. I vure si roje që të kujdesen për kishën tënde. Natë e ditë e shpallin emrin tënd. Që të kujdesen për kishën tënde. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. I vure si roje që të kujdesen për kishën tënde. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Nuk jeni ju që do të flisni, por në ju do të flas Shpirti i Atit. Kënga e Zakarisi pas Lukës ungjilltar kapitulli 1. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti i hyj Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikur se premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoi prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimit që bëri në të mirën e Abrahamit, ati ton, se do të na e bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh do të quhesh profet i të tejet lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët, për ta vënë dijeni popullin e tij, se hyi do të shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në sajet e zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapata në udhën e paqes. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Nuk jeni ju që do të flisni, por në ju do të flas Shpirti i Atit. Lutjet e besimtarve. Krishtit bariu të mirë që edhe jetën për delet e veta, t'ja lartësojmë plot me shpresë lutjen tonë. Udhëheqe o Zot popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. O Krisht, ti që në shën i kollën i peshkëve, na edhe një shëmbëlesë të gjallë të dashurisë sate të mëshirshme. Bëj që në ata që na udhëheqin ta provojmë ëmbëlsinë e dashurisë sate. Udhëheqe o Zot popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. Ti që në zëvendësit e tu e vazhdon misionin tënd si mësues dhe bari. Na udhëheq gjithmonë në mbashtuesit e tu. Udhëheqe o Zot popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. Ti që në barin të shenjtë të vërë në shërbim të popullit tënd, u bëre mjek i shpirtrave dhe i trupave. Bëj që mos të na mungoj kur prania jote në përmjet mbashtuesve të shenjtë dhe shenjtrues. Udhëheqe o Zot popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. Ti që besimtarët i nxite me urtinë dhe dashurinë e shenjtërve të tu. Bëj që predikuesit e ungjillit të na ndihmojnë të njohim dhe të duam sikurse dëshiron ti. Udhëheqe o Zot popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. Aty ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, art mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në të ndim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Me gjithë shpirt po e kërkojmë o Zot mëshirën tënde. Me ndërmjetësinë në shën i kollës i peshk, na shpëto prej të gjitha rreziqeve që të shtektojmë pa pengesa gjatë udhës së shëlbimit, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekof na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.